kalon për gjykim dosjen Partizani, Berisha shpërthen akuza ndaj drejtuesit të prokurorisë së posaçme, amnistoi krimet elektorale. Qeveria shpall 8 rekomandime për drejtësinë, për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, por kreu i SPAK Altin Dumani i quan të përgjithshme dhe burokratike. Komisioni Evropian thotë se rritja ekonomike në Shqipëri do të vijojë, por me ritme më të ulura. Shqetësim mbetet lufta e tarifave dhe mungesa e punëtorëve. Shtohen ethet e garës në fermën e vipave, konkurrentët vijnë përballë sfidave të vështira. Publiku do të vendosë se cili do të eliminohet të premten. Mirëdita zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Gjykata e posaçme kaloi sot për gjykim dosjen Partizani, në të cilën akuzohet kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për korrupsion dhe dhënë drejtia Marble Maltezi për pastrim parash. Mbrojtja e quajti të padrejtë vendimin pasi sipas saj mungojnë provat që fajsojnë ish kryeministrin. Më herët vetë kreu i Partisë Demokratike Berisha akuzoi ashpër gjyqtaren e çështjes Irena Gjoka. Ish kryeministri i vendit Sali Berisha do të përballet me gjykatën e posaçme tashmë zyrtarisht në bankën e të akuzuarve. Ati do t'i duhet t'i nënshtrohet procesit gjyqësor në themel në akuzën e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. I bashkëpandehur me të është edhe dhëndri i tij Marble Maltezi, ndaj të cilit pozita ligjore është më e ashpër për shkak të akuzës së pastrimit të parave. Më herët Berisha u paraqit sërish në SPAK për aferën Partizani, ku u sulmoi kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani, duke thënë se ai qëndron në krye të amnistisë së krimit elektoral. Në krye të amnistisë së krimit elektoral qëndron ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39, qëndron vet Altin Dumani, shërbëtor i shpifur i Ulsi Manjas dhe Arben Rakipit, i keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. Pra, ne kemi dorëzuar edhe gjatë fushatës me dhjetra padi. Berisha nuk i kurseu akuzat edhe për gjyqtaren e hetimit paraprak Irena Gjoka. Pseudo-gjykatësia me 5 mbiemra është një mashtruese ordinere dhe delinkuente, e pa turp, e pa cip, subjekti ligjit, ndërsa deklaron në formularët e saj që i ka dorëzuar motrës Belinda Lubi Ballukut se nuk ka marrë ndonjëherë dënim në ndonjë vend si të kërkon formulari. Lideri i opozitës përsëriti se zgjedhjet e 11 majit u vodhën, madje tha se edhe emigrantët votuan masivisht për Partinë Demokratike. Diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike, por siç keni pa ju, kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thot fuqishëm fjalën e saj, sepse përdhosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendit. Berisha ndërkohë bëri një hap pas për incidentin që ndodhi në protestën e së premtes, ku disa nga zyrtarët e PD-s dhe qytetarët u përplasën me gazetarët. Ai tha se politikanët duhet të tregohen të kujdesshëm në marrëdhëniet me median. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha sot se asgjë nuk e cënoi integritetin e procesit elektoral. Ndërsa po numërohen votat e fundit të diasporës, Celibashi tha se kushdo që ka dyshime mund të tërheqë pamjet filmike. 50.000 flet votimi nga diaspora në lidhje me votat preferenciale për kandidatët që janë ende në proces numërimit e Parku Olimpik, njoftoi kryekomisioneri Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat. Janë 201.795 numri i fletëve të votimit të vlerësuara.
199.824. Janë flet votimi të vlefshme. 1.971 janë flet votimi të pavlefshme. Aty po vazhdon vlerësimi i fletëve votimit për kandidatët. Procesi është kontestuar nga disa kandidatë, prej tyre kanë kërkuar pamjet filmike gjatë numërimit. Nëse një kandidat nuk i siguron dot për arsye të ndryshme nëpërmjet partisë të pamje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja vën në dispozicion çdo kandidati. Me shumë problematika dhe pretendime për çitërsim të vullnetit të qytetarëve shqiptar që votuan nga Greqia, a ekziston mundësia që procesi i votimit të shpallet i pavlefshëm? Nëse verifikohen shkeljet e ligjit dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet i pavlefshëm. Këtë nuk e them dot, edhe nuk më takon për ta thënë. Me siguri të plot, them që çfarë ka administruar dhe çfarë ka përgatitur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me këtë proces, ka prodhuar integritet të plot. Qeveria shpalli sot 8 rekomandimet e saj për drejtësinë që synojnë forcimin e luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Ministri Ulsi Manja tha se trajnimi në këto fusha duhet jetë prioritet kombëtar, por kreu i SPAK Altin Dumani i quajti propozimet të përgjithshme dhe që rrezikojnë të sjellin një mbingarkesë burokratike. Një paket me 8 rekomandime nga ana e qeverisë është përcjell këtë të hënë për institucionet e drejtësisë nga ministri Ulsi Manja. Në një konferencë në ambientet e prokurorisë së përgjithshme, Manja tha se këto rekomandime synojnë forcimin e luftës kundër krimit dhe rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale. Rekomandimet fokusohen tek nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional, rritja e hetimeve për luftën kundër krimit dhe narkotikeve, rritja e kapaciteteve institucionale e të tjerë. Orientohet hartimi një strategjie koordinuar ndërmjet prokurorisë përgjithshme, SPAK-ut, Policisë Shtetit dhe institucioneve të tjera publike. Marrëveshjet për shkëmbimin e dhënave, përcaktimi i pikave të kontaktit dhe transparenca ndërinstitucionale janë kyçe për suksesin në përballjen me krimin. Po ashtu Këshilli i Ministrave propozon dhe krijimin e strukturave të specializuara për çështje komplekse, ku kërkohen trajnime me ndërkombëtarët. Nevojitet krijimi i strukturave të specializuara për çështje komplekse, investim në teknologji dhe burime njerëzore, si dhe zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës dhe partnerët ndërkombëtar. Trajnimi për antikorrupsionin, krimin organizuar dhe krimet kibernetike duhet të jenë prioritet kombëtar. Megjithatë, mbi këto rekomandime, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani shprehu disa rezerva. Ai theksoi se një pjesë e tyre janë të paplota, pasi nuk shoqërohen me të dhëna konkrete, ndërsa disa të tjera përmbajnë terma shumë të përgjithshme. Një rekomandim tjetër që shikohet, megjithëse në vlerësimin e institucionit tonë kjo nuk ka të bëjë me prioritetet në luftën kundër kriminalitetit, por është ajo që ju e thoni në rekomandimet tuaja, nevojë për respektim të mekanizmave ekzistues të kontrollit. Rekomandohet forcim mekanizmash të brendshëm të kontrollit. SPAK tashmë është subjekt i mbikëqyrjes nga KLP, ILD dhe vetë strukturat e tij. Krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmave ekzistuese rrezikon të sjellë mbingarkesë burokratike. Ndërsa drejtuesi i prokurorisë së përgjithshme Olsian Çela tha se është e rëndësishme ndjekja këtyre 8 pikave të propozuara nga qeveria, por sipas tij deri më tani ka një mungesë prej 35% në organik dhe e bën të vështirë ndjekjen e rekomandimeve. Ish kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjitsi, është liruar nga qelia ku po vuante dënimin me vendim të apelit të përgjithshëm. 6 muajt e mbetur të dënimit ai do t'i vuajë në shtëpi. Shkak për lirimin nga burgu u bë gjendja e tij rënd shëndetësore. Safet Gjitsi u shpall fajtor me 1 vit burg për shpërdorim detyre, por apeli i posaçëm ja shpërsoi dënimin duke e dënuar për korrupsion aktiv me 3 vjet burg. Gjitsi u arrestua një muaj pasi u rizgjodh kryetar bashkie për qytetin e Kukësit pas publikimit të skandalit erotik me Alma Kaçin. Edhe kjo e fundit u dënua me 1 vit burg për korrupsion aktiv. Mungesa e gjyqtarëve për shkak të largimit të tyre nga vettingu ka bërë që qytetarët të presin me vite shqyrtimin e çështjeve. Në gjykatën e Vlorës dosje datojnë që nga viti 2017 dhe numri i tyre sa vjen dhe rritet. Qytetarët në Vlorë po përballen me pritje të gjata për zgjidhjen e çështjeve, ndërsa mungesa e gjyqtarëve dhe mbyllja e apelit kanë rritur ngarkesën.
Kreu i Dhomës Avokatis Durim Bajramaj thotë se reforma në drejtësi, e cila synoi pastrimin dhe forcimin e sistemit gjyqësor, ka sjellë pasoja të ndjeshme në funksionimin e institucioneve. Tek gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, pothuajse situata është alarmante sepse aty nuk po gjykohet. Aty gjykohen vetëm masa sigurie, qytetarët vlonjat, por jo vetëm këta, të gjithë qytetarët shqiptar, nuk kanë më aksesin në drejtësi. I drejtohen gjykatës për të zgjidhur një problem dhe marrin vetëm gjykim tani në shkallë të parë dhe presin me vite të tëra për të gjykuar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Aktualisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë në detyrë 13 gjyqtar nga 16 të planifikuar në strukturë. Në këtë gjykatë shqyrtohen mesatarisht rreth 480 çështje në muaj. Shqetësuese mbetet kohëzgjatja mesatare e shqyrtimit të çështjeve. Sipas analizës vjetore të vitit 2023 për çështjet civile duhen mesatarisht 263 ditë, ndërsa për ato penale 101 ditë. Ndërkohë që sipas Bajramaj stoku i dosjeve daton që prej vitit 2017. Rritja ekonomike në Shqipëri sipas Komisionit Evropian do të vijojë por me ritme më të ulura. Edhe Banka e Shqipërisë ndan të njëjtin qëndrim, ndërsa shqetësim mbetet lufta e tarifave dhe mungesa e fuqisë punëtore. Komisioni Evropian parashikon që ekonomia shqiptare do të vazhdojë rritjen të paktën deri në vitin 2026, por ritmi do të jetë më i ngadalë se 4% që u shënua në vitin 2024. Shkak për këtë, sipas Komisionit Evropian, do të jetë zbehja e reformës së pagave. Të njëjtin parashikim bën edhe Banka e Shqipërisë. Në horizontin e 2-3 viteve të ardhshme, ne presim që ekonomia shqiptare të rritet afërsisht në linjë me potencialin e saj të rritjes ekonomike, që vlerësohet aktualisht në nivelin 3.5-4%, dhe ky zhvillim i ekuilibruar midis kërkesës dhe ofertës agregate në ekonomi do të mundsoj që inflacioni të kthehet gradualisht në objektivin ton 3%. Si Komisioni Evropian ashtu edhe Banka e Qendrore vlerësojnë se Shqipëria është e ekspozuar ndaj luftës së tarifave, çka rrit pasigurit dhe mes të tjerash mund të ndikojë në fluksin e investimeve të huaja direkte në vendin ton. Konteksti global vazhdon të shfaq pasiguri të larta që vijnë nga tensionet gjeopolitike, por po ashtu edhe nga luftrat tregtare dhe planet për vendosjen e tarifave në nivele të ndryshme midis bloqeve konkurrente gjeopolitike, çka do të ishte një goditje negative për ekonominë shqiptare. Në rast se këto goditje do të materializohen, kuptohet që ato do të reflektohen në qëndrimin e politikës monetare. Shqetësim për Komisionin Evropian është mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në Shqipëri, e cila, siç theksohet në raport, është e rënduar nga imigracioni dhe përbën kosto për bizneset. Seanca e konstituimit të Kuvendit të Kosovës nuk arriti të zhvillojë as këtë të hënë. Palët nuk lëvizën nga qëndrimet e tyre, ndërsa opozita tha se pret nga gjykata kushtetuese të jap zgjidhje situatës. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka dështuar për herë të 18. Deputetët refuzuan krijimin e një komisioni për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për kreun e ri të parlamentit. Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11, 21 maj. Pas seancës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka akuzuar sërish vetëvendosjen për mos krijimin e institucioneve. Vetëvendosja nuk është e interesuar që të zhbllokojë situatën. Unë njerë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepërt, e cila po dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, nëse kjo krizë politike vijon, presidentja e vendit duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, tha se lëvizja vetëvendosje po zvarrit këtë situatë. Ndërkohë, deputetja e AAK-s, Time Kadriaj, tha se po i drejtohet gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e këtij ngërçi politik. Tash po nisëm për në gjykatën kushtetuese, është afati i fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje
të asaj që kemi dërguar dhe arsyetimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet, ne tash po fillojmë me shku në gjykatën kushtetuese, tash do i dërgojmë, do i dorëzojmë dhe normal që dëshirojmë me u fuqizu kërkesa paraprake. Ndërkohë, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti nuk ka pranuar as sot të flasë për mediat. Ethet e garës sa vinë shtohen në fermë teksa vipat përballen me dinamika të shumta. Sot në mbrëmje publiku do të vendosë për fatin e 4 fermerëve më të votuar, të cilët do të përballen me sfidën e agajit. Njëri prej konkurrentëve do të eliminohet në spektaklin e të premtes. Moj sqyti këtu nga gjithë që jemi ne këtu. Një tjetër fundjavë në ferma VIP 2 ka mbyllur një cikël të ngjeshur me ngjarje të papritura, rivalitetet të forta dhe momente që kanë ndryshuar rrjedhën e lojës. Spektakli i mbrëmjes së sotme premton surpriza, ndërsa 10 fermerët e mbetur në garë kanë nisur aludimet lidhur me eliminimet apo renditjet e mundshme. Publiku do të ketë sërish në dorë rolin kryesor në vendimarrje, pasi do të nxjerrë 4 më të votuarit, të cilët do të përballen në një sfidë dyshe. Grupi që do të humbas këtë betejë do të kalojë automatikisht në televotim kokë më kokë për eliminim të premten e ardhshme. Konkurrentët janë të angazhuar çdo ditë me sfida të ndryshme që shpesh bëhen vendimtare në këtë pikë të lojës. Këto momente, të cilat testojnë aftësitë e tyre, shtojnë gjithnjë më shumë ngarkesën emocionale të këtij reality show. Marrja e drejtimit të punëve të fermës nga Andrea pas zgjedhjes së tij prajmin e së premtes ka sjellë reagime të ndryshme në radhët e fermerëve. Megjithatë, Andrea është treguar i kujdesshëm duke ndarë detyrat në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Doja që të ishim sa më shumë bashkëpunues. Unë fakt që Një tjetër moment kyç i fundjavës ka qenë hapja e kutisë së sekreteve pas sfidës fytyra së vërtetës, ku janë zbuluar 3 defekte të çdo konkurrenti në formë anonime dhe të shkruar në letër. Ky moment ka sjellë tensione dhe emocione të reja mes fermerëve, duke patur ndikim në atmosferën e përgjithshme. 2 të ftuar special kanë ndryshuar rutinën e fermerëve. Agai, i cili jo pak herë ka surprizuar konkurrentët, ka sjellë në ferma VIP 2 artizan të punimit në grep, të cilët kanë dhënë pak nga eksperienca e tyre. Gishtin këto, se disa ngarkojnë shumë gishtin. Të gjitha zhvillimet e fundit dhe surprizat që do të ndodhin do të zënë vend në natën e 15 të spektaklit në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet të dedikuara të platformës Stream. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.